Përshëndetje miq të nderuar, mirë se erdhët në kanalin tim. Sot do t'ju tregoj recetën e brumit të fermentuar për bukë. Mënyra më e mirë dhe më e thjeshtë e përgatitjes së brumit të bukës. 200 ml me ujë të ngrohtë, jo të val, 10 gram maja të bukës, i përziejmë pak, 10 gram me kryp, 100 ml me vaj, hedhim 500 gram me miell të tipit 400. Tani do të vazhdojmë që ta zëmë brumin. Nëse jeni fillestar në kanalin tim, ju lutem që të regjistroheni duke bërë subscribe, më mbështesni me një like dhe një koment. Mbështetja juaj do të thotë shumë për mua. Atëherë këtu jemi në përfundimin e ngjeshjes së bukës ose kulaçit. Këtë brum do ta lëm në një ambient të ngrohtë që të fermentohet rreth 1 orë ose 1 orë e gjysmë. Kur të bëhet brumi kështu siç shikohet në video, do të thotë që rezultati i bukës do të jetë shumë i mirë. Atëherë këtu jemi pas 1 ore dhe mund ta shikoni në video se çfarë brumi kemi fituar. Është i butë sikurse ka mbukur. Nëse jeni fillestare në kuzhinë, atëherë kjo video është fiks për juve. Është shumë e lehtë dhe shumë praktike në përgatitje. Vazhdojmë që brumin do ta punojmë në tavulinën e punës. Vetëm shikoni se sa i mirë që na ka dalur brumi. Tani nga ky brum, unë do të ndoj 6 kuleç të barabartë ose në një madhësi mesatare. Atëherë vazhdojmë që kulaçat i punojmë njëjtë si në video. Tani kulaçat do të vazhdoj që t'i hapim në një madhësi të një pjate mesatare dhe në tepsi kemi hedhur vaj ku do ta lyejmë tepsinë dhe do t'i palosim aty kulaçat e hapur. Do t'i lyejmë njëri mbi tjetrin duke i lyer me vaj. Pasi që kemi hapur kuleçet, i kemi lyer dhe palosur njëra mbi tjetrën, do t'i lejojmë që të pushojnë rreth 15 minuta. Tani siç e shihni se brumi ka dalur shumë i butë, këtë brum mund ta përgatitni për kiflet ose edhe për receta të ndryshme. Atëherë e kemi larguar gjithë brumin që kemi palosur në tepsi. E kemi lyer vendin e punës me vaj mirë dhe do ta hapim kështu. Këtu kam të gjithë kuleçet që i kam palosur më herët me vaj. Këtu i kam shtruar dhe do t'i hapim në këtë mënyrë njëjtë si në video. Nga ky brum do të fitoni një gjatësi goxha të madhe dhe do ta thollojmë qoshet më së shumti që mos na mbesin në pas kore.
Atëherë do të vazhdojmë që ta presim këtë brumë njëjtë siç tregoj në video. Nëse është duke ju interesuar receta, ju lutem që të më përcjellni deri në fund dhe në mënyrë që të mos humbisni asnjë detaj nëse provoni këtë recetë. Unë në mbushjen kam vendosur që ta bëj me kaçkavall, por ju mund ta bëni sipas dëshirës tuaj, mund të vendosni çfarë të dëshironi. Atëherë le të fillojmë që ta palosim brumin njëjtë si në video. Është një palosje shumë e thjeshtë, nuk është diçka e komplikuar. Vetëm ju lutem që të përcjellni hapat në vijim. Furrën e kam të parangrohur në 250 gradë, ku do t'i pjeki për rreth 30 minuta. Tani do të vazhdojmë që edhe t'i presim në disa vende dhe do t'i dërgojmë në furrë për pjekje. Besoj që ju ka pëlqyer kjo video që ndava me juve. Ju lutem mos harroni që të abonoheni në kanalin tim duke prekur ziljen subscribe dhe duke më bërë një koment dhe një share. Ju faleminderit shumë, nëse ju i përgatitni juve ju bëfshin mirë. Deri në një recetë të radhës, ju falenderoj për të gjithë dhe për shikim dhe mirupafshim.